Kjo është gjendja e banesës ku jetonin 10 antarë të familjes Gjini në fushë bazë të Matit, e cila u shem plotësisht si pasojë e rrëshqitjes së dherave nga shirat e dendur. Toka përreth banesës ka pësuar qarje të shumta dhe vijon të rrëshqas, ndërsa e zonja e shtëpisë Flora Gjini rrëfen se në çastin kur banesa filloi të shembej, të gjithë familjarët ndodheshin brenda. Shemja shpejis ka ndodh ishim të flet. E në kur në ta eme që atë e në më thot, dhe shkura. E në unë gjithë një se të ishtë në i gjonë, tha u shemë, hejkë me të që tharë se së shemë. Kur dullim jashtë, i natë me ru, si nuk i dhamë dumë se ka me del. E në kena nej tanë natë, kena nej më shilë të hapët, si thot. Atëherë më gjest, i në shu, kena morë bashkim. Aktualisht, 10 antarët e familjes Gjini po qëndrojnë në 2 çadra, ndërsa kanë refuzuar të strehohen në një banesë të siguruar nga bashkia në qytetin e Burrelit, pasi nuk kanë se ku të çojnë bagëtit. Megjithatë, Flora Gjini bën thirrje për ndihmë, pasi gjenden në kushte të vështira ekonomike. Ina 10 pjesëtar, ina di kunor, di familje, jetojmë shtu. Kanë ardhë të bashkisë, kanë ardhë dhe ne na kanë pru qadrat. Na thonë, heci në Burrel, na që nuk shkumë, se si kishim, se jetojmë, majmë, kajnë lëpë, kajnë gjënë, majmë me jetu, se nuk firmosim kërkon, nuk punim kërkon. Unë për vete jëmë me smonë, kunati i ka fmit e vogël. Na një mëjnë, po patën mundësi, se ina më qadrat, ina më shilë të hapët. Për të flenë nuk flehet, më qadrat nuk flehet. Për të bo një shpej, kusht ketë mundësi. Shtëpia është plotësisht e pabanueshme, ndaj autoritetet vendore i kanë këshilluar të mos futen brenda, pasi jeta e tyre mund të vihet në rrezik nga shembjet e vazhdueshme.